Tani do të kalojmë në historinë e radhës. Do ndalojmë tek një dashuri, një martesë, por brenda kësaj martese fillimisht lindi si një dyshim. Dy shoqë të ngushta, dy mike të afërta, por fatkeqësisht dashuronin të njëjtin burr. Por si vijon historia? Kur e njoha për herë të parë, nuk kisha ndjerë kur një lidhje kaq të fortë. Zemra ime rihte për çdo buzëqeshje të tij, për çdo fjalë të thënë me dashuri, për çdo moment të vogël që e bën jetën të duket e bukur. Çdo ditë me të ishte një udhëtim i ri. Një aventurë e vogël që më bënte të ndjesha e gjallë, edhe e dashur. Ai ishte gjithçka që unë kisha ëndruar, edhe unë ndjesha e bekuar që e kisha pranë. Fillimisht gjithçka dukej perfekte. Mesazhet e hershme të mëngjesit, thirrjet e rastësishme për të parë se si ishte dita ime, shëtitjet e qeta dhe bisedat e gjata që na lidhnin më shumë se çdo gjë. Çdo detaj dukej i krijuar për të më bërë të ndjesha e sigurt dhe e dashur. Mendja ime shpesh ndalej tek buzëqeshja e tij, tek mënyra se si më shikonte dhe se si më mbante dorën në momente të vogla që për mua ishin gjithçka. Por, me kalimin e kohës, diçka ndryshoi. Nuk mund ta përshkruaj saktësisht momentin, sepse nuk ishte një shenjë e madhe, por një ndjesi e vogël filloi të rritet brenda meje. Një ndjesi që më thoshte se diçka nuk ishte në rregull. Mesazhet vonoheshin. Ai shpesh duke i shpërqendruar dhe buzëqeshja e tij shpesh nuk arrinte më në sytë e mi. Mendimi im filloi të më mbushte boshllëkun tim ndryshe, me dyshime. Një ditë pash një diçka që nuk doja ta shihja. Unë jam nga Gostivari, një mesazh i fshehur. Një kujtim i vogël që nuk ishte për mua. Dhe zemra ime u ngulfat nga frika dhe nga pasiguria. Dyshimi filloi të rritet si një stuhi brenda shpirtit tim. Nuk ishte vetëm xhelozia, ishte një ndjesi e thellë, e cila më thoshte se ndoshta ajo që kisha ndjerë për të nuk ishte i gjithi i vërtet. A mund të ishte i tradhtuar? A mund të më kishte fshehur diçka aq të madhe se shoqja ime më e ngushtë? Apo kjo mbetet një pikpyetje? Nuk mund të flisja me askënd. Friksohesha, se po humbisja atë për gjithçka. Por zemra ime nuk mund të heshte më. Çdo moment që kalonim së bashku, çdo bisedë e lehtë, çdo prekje e vogël, më shtynte të shihja se diçka nuk shkonte. Dhe ndërkohë, unë vazhdoja të kujtoja të gjitha ato momente të bukura, si mund të ishin të gjitha të rreme. Fillova të kërkoja këshilla tek njerëzit e mi të afërt. Ata më thoshin të kisha besim, të mos lejoja dyshimet të më mbysin mua, por brenda meje zëri i dyshimit nuk pushonte. Ai rritej ngadalë si një hije që ndjek çdo hapin tim. Çdo herë që ai fliste për shoqen time të ngushtë, një ndjesi e çuditshme më ngulfaste. Nuk mund ta kuptoja nëse ishte paranoj apo diçka e vërtet. Ndonjëherë ndjehesha e dobët.
Mbaj mend netët e gjata pa gjumë, duke u përpjekur të kuptoja zemrën time, duke menduar për çdo detaj të sjelljes së tij. Çdo mesazh që vonohej, çdo telefonat që nuk ndodhte, çdo buzëqeshje që nuk arrinte në sytë e mi, më shtynte më thellë në atë dyshim të dhimbshëm. Por kishte edhe momente kur gjithçka dukeshte e qartë, edhe e qetë. Ai më thoshte shpesh fjalë dashurie, më mbante dorën, më shikonte me atë sy që më kishte bërë të dashurohesha nga fillimi. Dhe unë ato momente dëshiroja të haroja gjithçka, të besoja plotësisht, të rrezikoja zemrën time. Por dyshimi gjithmonë rikthehej. Ndonjëherë mendoj se dashuria është më e vështirë kur nuk ke vetëm lumturinë, por edhe frikën e pasigurisë. Ndonjëherë zemra të thotë të besosh dhe mendja të thotë të dyshosh. Ndonjëherë do të doje që gjithçka të ishte thjesht, por jeta nuk është kurrë e thjeshtë. Unë jam ende këtu, duke përpjekur të gjej ekuilibrin mes dashurisë dhe dyshimit. Unë dyshoj që ai më tradhton me shoqin e ngushtë, por fakte nuk kam. Duke menduar për çdo moment të lumtur, por edhe për çdo gjë që më bën të dridhem nga brenda. Sepse dashuria nuk është vetëm buzëqeshje dhe prekje. Është edhe guximi për të pranuar frikën e për të pyetur atë që nuk dëshiron të dish. Dhe për të kuptuar se ndonjëherë zemra ka nevojë për ndihmën e mendjes dhe njerëzve të tjerë. Në fund ajo që mbetet është një pyetje e vetme. A do të mund të ruaj dashurinë time pa e lënë dyshimin të shkatërroj gjithçka që unë kam ndërtuar? Apo do të duhet të zgjedh mes lumturisë dhe qetësisë së shpirtit tim? Në fakt, kjo është një pyetje që kjo zonjë e nderuar ka adresuar drejt juve. Do me thënë, zonja në fjalë ka krijuar një dyshim, edhe pse unë kam biseduar me të në telefon, do me thënë burri është shumë i rregullt, kujdeset shumë mirë për familjen, kujdeset shumë bukur për punën, por thjesht kjo zonjë është duke të qëndruar tërë ditën në shtëpi dhe ka disa paranoja që dyshon se bashkëshorti i saj e tradhëton me miken më të ngushtë. Mesazhi im që do t'jepja kësaj zonje, normalisht dhe ju do t'jepni komentin tuaj, është që mundohu që t'japësh vetes liri, mundohu që t'japësh vetes pak qetësi dhe dil sa më shumë në ajër për të ndjerë veten tënde, për ta kuptuar botën ndryshe, sepse ndoshta mendimet e tua të gabuara të japin konkluzione që ti as nuk i logjikon, as nuk i mendon dhe i quan vendime. Të dyshosh tek shoqja e ngushtë, tek mikja jote pas një arsyesh të çuditshme, por zonja në fjalë dëshiron të marrë mendimin tuaj.